Faleminderit edhe njëra Valjes dhe Post Telekomit Kosovës, cilët janë në trip bashkë me një kafe me Lavin. Ne po mundohem të aselim atmosfera më të mire, më të bukur, më të këndshme si çdo të diele, edhe këtë të diele në shtëpitë juaja, me musafir, rubrika, gjëra të bukura, gjëra interesante, me ekskluzivitete, e tani këto momente është koha që ta lëshojmë apo ta transmetojmë, çfarë fjale ke ta lëshojmë, po ta transmetojmë për gjithë ju shikues të radio televizionit 21. Rubrikën e cila zakonisht meritoni të roket në dyert e një personaliteti publik dhe ja jep detyrat për t'i punuar. Kësaj të diele vjen unë jam Zeki, ta ndjekim bashkë me meritonin dhe cilat janë detyrat, cilat i ka bërë gjatë ditës për emisionin e Kapëm Lart. Protagonistin e radhës në detyrat e shtëpisë e kena një njeri shumë interesant. Edhe zonin e ka interesant edhe tripat e ti për me janë interesant. Është muziku po mdo këtë është ty në aprit. Hajde mi se ofshe. Qa po bën? A e mirë muzik? Rahat? Okej, që po mirë se gjeta vlla. Përshëndetje, opa! Po e shoh dhe një të vogël. Një artist i vogël. Që ne po e shoh shtëpinë e madhe, para se mi avon detyrat muzikut. Mirë se ju gjetëm, unë njerë po du mi ju përshëndet. Shtëpia është e madhe, po dhe me njerës mbushur plot që atëherë është ma e mire e kësaj. Muzik, une u lodha se për e me shkallët për pjetë dhe shtëpia e madhe. Artistin e vogël e pasu një të vogël. I vogël. Une s'po shkoj mua vyt atje dhe me nejtë me bo mua vet, po du mi t'i dhonë detyrat e shtëpis, mu qitash. Mas jena një kafe me Labin, po du mua qit një kafe edhe po du me dit a den një qit kafe të mirë. A vazhdojna me një kafe? Vazhdojna. Okej, muzik detyra e parë cilin ka me t'a dhonë është me qit kafe. Thash edhe ma herët, me para një sekundi me qit një kafe, mas jena me një kafe me Labin. Okej, i pas ke bo gati? Gati, jo, s'tash po ju bëj gati. Si tash po ju bën gati. A din sa duhet mi a qit ujen? Po i ku mësu. A i ke mësu? I ku mësu ketë më zdanin. Une po besoj që i ke mësu se edhe po t'bjen vetë me nejnë shpi. Shpia e madhe duhet mi kry detyrat e obligimet. Jo bre kafe, ja është një sen që bëhet shumë letë. Edhe shumë shpejt. Mos lyp me një sen tjetër se kafe. Që tash kena me këshyrë sa din mi bo muzikut detyrat e shtëpisë se jena mësu me t'pa tyre po vate të qitë freestyle t'i vate tripat mirë. Se na mësu kafe. Se na mësu me t'pa të qitë kafe muzik. Okej, hajde ullëm këtë pjesë. Hajde lako edhe që me mu qëto. Hajde lako. Hajde lako të provojna, e ka qitë muziku kafen e mirë. Patroni jote e ka qitë kafen e mirë. Deri sa gati e kemi me përfundu kafen, une para se me t'a dhanë detyrën e dytë, po du me thonë kafja është shumë e mirë. Faleminderit shumë. Po du me ditë sa je i mirë në hekurosje. Në hekurosje? Po. Shumë jam i top në hekurosje. Përmet? Po më pëlqen që je sinqer që po të regon. Jam i top shumë në hekurosje. Zakonisht, kur jam mirë të vetë, në i sene ku më djekë gjithë qatë tesh kur e kon hekurosje. Tash po i ki edhe koncertet shpesh edhe normal që t'bjen me hekuros vetë, se je vetëm, t'bjen ashtu kështu me kanë vetë aktiv. A shkojna? Okej, edhe të pjesa e dytë e punës dytë. E hekurosjes. E hekurosjes, ti zakonir vesh majica? Majica, këmisha, duksa. Duksa, okej, na për... Po këshyrën për gjena një këmisha, bëm në për gjellën e këmisha? Për të gjellë, vish, më se të gjellë e njo ma të rrëdhën. Ma të rrëdhën, jo veç. Hajde. Okej. Hajde, qëto. Okej.
Let's go me detyrën e dytë. Shkojna me detyrën e korosjes. E përfundove edhe e korosjen. E korosja o përfundu. Tek këshyrëm na jepin Meritoni lehtësimin vjen. shikust. Meritoni vjen e provon. Edhe ko më dok shumë cool. Ajë mas si muziku dhe dok na cool. Ta këshyrëm. Okej, sa dik? Bukur vo doket. Bukur, ha? S'pa je keq. Hez më se e ka. Faleminderit, vish po e ngjes mikrofonin. Okej. A je i gatshëm për detyrën e tretë? Gjithmonë. Let's do it. Do it. Detyra e tretë, veç pak. Qau ka, bërë më pak. rejtë vjone më re. A je i gatshëm me palu? Ha? I katë shumë, i katë A shumë. je? Hajde. Apo do me t'i palu të njëjtin vend, apo do me t'i palu si në ushtri. Si në ushtri. Hajde si në ushtri. Okej. Okej. Unë i qita teshat, start. Okej. Edhe Fart ka 15 lëna. sekonda. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9. Hajde, ure se s'me. Aqe! Sa i kena vo? Për 1 minutë e 30 i ke lënë prit 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! 5 soba i kena lënë për 1 minutë e so? E 30. Sa dush janë. Mirë shumë. Të më kishtë thonë e kush paloj si kisha palu kur. Veç, po më doket. Mirë janë, mirë janë. Mirë, se s'janë Mirë këtë. janë. Okej. 3 detyrat që ti dhash, për me kënë me sukses të mirë. Okej. Po, e katërta është për me interesant edhe jena umtu se edhe kena punu edhe jena lot pak. Me bona i sen me hongër, Me a? bo diçka me hangër. Okej. Po du me ta dhonë, mëna i bom makaronat. Kum një që bën makaronat mira, Meti Okej. më ka tregu menageri jot që për me bën makaronat po, mira. makaronat gjithë i kom bo. Okej, ja kena fillu sot me ditë. Okej, për 15 minuta, a je i gatshëm me i bë gati makaronat edhe mëna i servu në pjatë. 15 A je janë i shumë. gati? Shumë janë 15. Shkoj. Je ma i shpejt? Ma i shpejt. Gjithmonë. Bravo, Hajde shkoj. shkoj. Hajde! Mirë je me kohën, i ki veç 1 minutë e 24 sekonda. Qëta është për me mu, e thiri edhe gjetin. Hajde gjetin jo, Hajde, një mëj një mu vlon, vlaud. vla për vlon. Gjetin jo bëllin një move vla. Lje vetë. Tash. Për një ndihmes, okej, tash po du krejt muziku me i bo. Na të falenderojnë aty. Mirë po shona, po? Mirë, super po shkojnë njerë. Edhe makaronat mirë po shkojnë. Prit. Shumë minuta. 8 minuta, a? Okej. Jemi në minutin e 9, qëtash. Makaronat janë gati. Pa i bo 15 minuta.
Jena në 13 minuta e 23 sekonda jena që tash për momentin. Nice. Okej? E marrëm në pjatë. Edhe 2 minuta është. Okej. Unë e po ullë, na? Ti lirish më në shmull. Po të pres. Në 15 minuta. 14. Dela makaronia. Bravo. Jem 14 minuta, 32 sekonda edhe 26 qintash. Qinta. Okej, Po me bravo. me sukses është. Me sukses është. U Bravo, kryu zi. makaroni. U kryu makaroni, pe pravojna mas mari makaronin. Të bofës mirë. Pëlqej? Faleminderit shumë. Unë e pina para teje. Okej. Pa sekonda, pa minuta e kena. A je lodh mas mari po du me dit? Jo, më ta më puna. Mira, po? Mirë shumë. Edhe unë e falenderoj për ushqimin, për makaronat, shumë të mirë i ke bo. A shkoj me detyrën e 4? Shkoj. Zakonisht, kur han diçka njeri, duhet me fshi. Apo? Po. Dhe unë me nalt ku flan tja, e kitë fshine me fshis? Po e kam të shina, po. E kitë fshine? Jo, se Getiniun e kum qu ma heret me ta bo pa fshi. Jo, qëto e kom pa fshi e qëto mujna me fshi. Apo? Okej, hajde fshina qëto. Mira, Në rregull është. përfundoj. Kjo është në regull. Nice, okej. I përfundunëm krejt detyrat. Sot i kena krejt detyrat me sukses. Shpresoj. Cila prej detyrat ka përqy ma shumë ti? Mas shumë ti më kam pëlqy makaronat. Makaronat. Edhe mu makaronat vetëm kam përqy. Okej, a ullum pak? Okej. Tanë nga dali erdhe edhe fundi ditës detyra shtëpis. Unë e muzik falenderoj shumë. Falenderoj. Se me përfundu këtë bisedën, po du me dit, a ka diçka të re me Getinion. Po Getinio? Hajde Getinio. Hajde të thirë edhe Getinion TT+. Hajde. Erda, hajde këto. Hajde të vlla, se edhe ti keni mu vlla ta. Qështu do të më punë të vlla që i bëjti? Po mirë. Po? Munohet qështu edhe qështu është mas mire. Munohet me ja dalë diçka. Po, se Okej. nësë jem femna, që ato që mujna me bojna, për një mashkull është tamën. Maksimumi njeri, sot din edhe jep. Tamam. Sa ja jep notën të vllatën real për detyrat e shtëpisë që i ka bë? 7. 7. Pi një den 10, 7. Si ke kërku makarona se 8 gjysja kështë ato. Okej, aja për vllat që e kom 8 gjys. 8 gjys, okej. Erdhe edhe fundi muzik, a ka diçka të re me vllon, na i bashkëpunim ose diçka tillë? Me vlloni kemi të njëzune një 5-6 demo i kemi në studio. Po. Veç duhet më ullë dhe me ngu, më analizu cili është e duna me qitë në treg. Me bodi që ka Kërkesat janë shumë, mas kërkesat janë shumë da, Okej. po mas jemi edhe rasti, do me thoni parë, në ju në Kosovë në Shqiptari që dy vllazni janë hi në treg ashtu vrëllë shumë, Po. ja vlen me boni sen qysh duhet edhe qysh na ka hi. Okej, unë ju falenderoj shumë për zamësisht që më keni qelë dyrë në këtë shtëpi të madhe dhe më keni pranu. Jeni të mirë se ardhën. Komplet stafi edhe përshëndesëm televizionin 21, komplet këtë. Falenderoj shumë. Respekt nishtenisht për juve kena bo makarona me mish. Kena bë makarona me mish, kena pregadit diçka. Falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve, shumë respekt. Jemi kur janë projektet e reja.